Do fillojmë pak me statikën, pasi është dhe botimi I parë, kemi tashmë 2 vite me këtë botim. Si na erdhi, pse besoj e pat nevojshme, e pat mungesën tek studentët në treg, në këtë fushë, në përgjithësi në gjuhën tonë, dhe çfarë përmban? Sigurisht, pra, mungesa për librat e mekanikës janë të dukshme tek lexuesit, tek studiuesit shqiptar, dhe ajo ka qenë arsyeja që më shtyu të punoj në këtë drejtim, pra nevoja për të siguruar material për mësim në Universitetin Nën Tereza, në fakultetin ton të ndërtimtarisë, konkretisht përdoren edhe në arkitekturë, por këta libra gjithashtu janë të dobishme edhe për drejtime tjera të inxhinierisë, si elektroteknika, makineria, mekatronika, fakultetet teknike, të gjithë që kanë të bëjnë në një forma tjetër me inxhinierin, I studiojnë këta 2 lëndë edhe atë që në vitin e parë të studimeve. Kështu që janë të rëndësishme për lexuesit tanë, të cilët studiojnë inxhinierin.